Atëherë, përshëndetje, sot jam në fermën e bletëve, në një nga fermat e bletëve Prizës Vërtetës, të zotit Medi Oranli, i cili është nga Damjaneci dhe banon në Plasë, dhe këtu jemi pikërisht në fermën e tij, e cila ndodhet pranë fshatit Plasë të Bashkisë Maliq. E para një faleminderit që na mirëprite, e dyta na shpjego pak që kur e kemi nisur këtë aktivitet, pra të mbarështimit të bletëve. Unë kam qenë 78-ën, do të me bletët të shtëpisë. Dhe mbas ushtrije kam filluar me bletët të pyjores të shtetit në atë kohë, 85-90. Të kuptoj. Nga 90-a jam të requr 5 vjetë dhe nga 95-a dhe këte e fillova përsëri bletën se e desha. Do me thënë, u zhdukën koshere, nuk ishe me koshere dhe nise nga fillimi, apo kishe i numër kosheresh? Me ndrimin e sistemit, kisha pak bletë, ika një ca erë në Greqi, e pash që ashu dhe në bazë Greqi kam filluar me bletën në 95-ën. Dhe që në 95-ën dhe sot, vazhdoj me... Do më që në vitin 95 nuk e shkëputur, je vetëm këtu në Shqipëri dhe merresh vetëm me bletën? Vetëm me bletën. Vetëm me bletën. Ky parku që jemi këtu, sa koshere ka? Ky park këtu ku jemi ka 100 bletë, familje bletësh. Këto janë mini Niklaus, se është një park në Memash, që këtë e kam filluar në vitin 2006. Po. Kam qenë për specializim në Francë, për çështjen e memave, dhe që në atë kohë, po vazhdoj dhe nuk e i dorë nga kjo. Pra, përveç të themi koshereve të bletëve, këtu kemi edhe të themi mini koshere ku prodhohen memat. Ku prodhohen memat, janë 200 Niklaus që prodhohen memat tregëtohen në tërë vendin, në tërë Shqipërinë. Në tërë Shqipërinë. Pra, përveç të themi prodhimit të mjaltit absolutisht me fjalë dhe në produkteve të tjera, çfarë në produkte të tjera kemi nga bletët, çfarë nxjerrim? Po, siç dihet, kemi mjaltin, kemi polenin, kemi qumshin, kemi propolisin. Marrë, pra, janë të gjitha, të themi, janë të gjitha në produkte dhe të gjitha shiten. Të gjitha produkte që thashë, të gjitha shiten. Tregun e kemi të siguruar në lidhje me të pjesë? Të kësaj pjesës të regulluar, ne kemi memat dhe ashtu, pak në mjalti, unë si bletar e ndjej. Të kuptoj. Sa, si mund të themi, përveç këtu, më thatë që kemi edhe parqe të tjera? Po, unë kam edhe 3 parqe të tjera, ku njeri ndodhet në Damjanec, një pjesë janë në Shtëpia, ku banoj, dhe një pjesë i kam në Shuec, në Devot. Të kuptoj. Në total, sa koshere bëhen, sa familje? Sot bëhen 300 familje janë. Janë 300 familje. Mendoni ta zgjeroni akoma këtë aktivitet, apo ky është i mjaftueshëm, të themi se nuk e përballoni dot me? Për mua nuk e mirë është që të shtoj, por nuk e përballoj dot se jam vetë. Je vetë edhe kërkon? Dua fuqi punëtore, këto bletë duan fuqi punëtore. Fuqi punëtore, po duhet ishte edhe specializuar në këtë drejtim, pa diskutim. Patjetër, po unë që i mbaj, që jam vetëm nga kjo që kam eksperiencë shumë të gjatë, pa e mbaj këtë bletari me 300 koshere. Pra sigurisht që keni eksperiencën e para viteve 90, të cilët e keni përsosur në bazë viteve 90, me seminare, me trajnime, pa diskutim. Të gjitha, unë kam qenë në çdo seminar, në çdo kam marrë pjesë, dhe vazhdojmë akoma. Ka interes nga njerëz të tjerë në drejtim të bletarisë? Si e shikon këtë? Unë e shikoj, dhe jam një nga bletarët, që deri sot mos them që kam bërë 20 bletarë që sot kanë nga 100 deri 150 bletë. Kuptoj, shumë mirë. Po, më kanë kërkuar ndihmë dhe ju kam dhënë ndihmë dhe po të them që jam bletarë dhe të mirë, kanë nga 100 deri 150 bletë, mund të jenë 20 bletarë. Kjo është një gjë shumë e mirë, se sigurisht që pa blet nuk ka jetë, apo jo? Po, patjetër nuk diskutohet, pa blet nuk ka jetë. Cilat janë vështirësitë e punës tuaj në këtë drejtim? Në drejtim të punës nuk e ndjej unë, po në disa të bletëve
ka faktor, do të thënë që po vinë negative do të thënë për bletën. Dhe po se mbajtëm ne si bletar, bleta është do të thënë drejt çdukjes. Po, për shembull, cilët janë këta faktorë, nëse mundem t'i përmendim? Po, do të thënë i përmendim. Në rast të parë shtimi i bletës janë ilaçet, do të thënë që bëhen do të thënë në këtë faktor, do të thënë faktor. Janë sëmundjet kur nuk u kemi do të thënë për të kuruar, do të thënë nuk kemi do të thënë një diçka do të thënë që ta kurojmë këtë sëmundje do të thënë. Të kuptoj. Pra, si thua është e nevojshme si thua konsulenca me veteriner apo me agronom lidhe me të drejtim? Po, në këtë drejtim mira është do të thënë që të ngrihet një grup do të thënë që ta shikojmë bletën do të thënë me një sy do të thënë tjetër. Me përparësi. Po me përparësi. Dhe një më negativet që po vjen është futja e racave do të thënë tuaja do të thënë si bletar do të thënë që jam unë. Është negative. Ynë në këto që thash të parat, ynë dhe kjo. Dhe mund të zerë vendin e parë kjo futja e racave do të thënë tuaja. Që është problematike me një fjalë. Është shumë problematike për unë si bletar. Për të si bletar i vjetër. Po, me syrin tim do të thënë që po e shikoj, po vjen negative. Të kuptoj. Afërsisht, çfarë sasi e mjalti mund të merresh, mund të marrësh nga këto 300 familje që kemi sot? Në vitet do të thënë të mira do të thënë se nuk është se çdo vit mund të marrim do të thënë, po nga 10 deri në 10 në 15 kg mjalt për do të thënë për një zgjuar, për një familje. Për një familje. Po. Sigurisht që është një punë me një fjalë që sikundër edhe ju e thatë, e para njerë është një dashuri. Pastaj është punë, ti je i përkushtuar vërtet në pasaj pune. Unë e dua do të thënë shumë bletën. Jo se njerëzit do të thënë nuk diskutojnë që i dua, po më shumë do të thënë dua bletën. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për vërtetës dhe unë e ndjej edhe në mënyrën se si shprehni dhe si flisni kur vjen puna për bletën. Një mesazh të themi për bletëricit e tjerë, po dhe për njerëzit që jetojnë në Shqipëri në trajtim të të jetuarit në Shqipëri dhe të punuarit në Shqipëri. Ja vlen? Nuk diskutohet që do të thënë që ja vlen do të thënë dhe a kanë mundësi do të thënë që ta fillojnë do të thënë këtë do të thënë zanat, të shtohet do të thënë bleta, të mbajt bleta, pa blet nuk ka jetë. E thonë do të thënë të tjerë dhe e themi do të thënë dhe neve. Mirë Medi, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë këtu në njërin nga parqet tënde të bletëve dhe të uroj punë të mbarë dhe shëndet. Ju faleminderit.